Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 24 dhe më datën 30 mars të 2025. Le të hedhim një sy sa jave, çfarë ndodh, dhe ku duhet bëjmë kujdes, dhe cilë shenja përfitojnë më tepër, dhe ku përfitojnë më tepër, dhe çfarë duhet të bëni që të ecni përpara në çështje të mëdha. Kemi datën 24 mars. Djetë informon një lidhje me Mërkurin në retrograd në dash, duke krijuar probleme në komunikimin ose transportin tonë që kemi të bëjmë për juve që jeni në rrugë të gjata, mund të keni një defekt, një avari gjatë rrugës, keni të vëmendshëm. Është një ditë ku duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj detajeve, të mos jemi abstrakt. Dhe në diskutime me të tjerët, duhet të gjejmë zgjidhje alternative. Mund të ketë konfuzione, tendenca, vonesa, shtyrje, keq kuptime. Dhe vëmendjen më tepër që duhet të kenë ka të bëjnë shenja e dashit, kaforja, peshorja, bricjapi të 10 vjeç të parë. Sepse këto shenja duhet të kenë kujdes. Qoftë në lidhje me punën, qoftë në lidhje me ndryshimin e punës që tham, sepse keni marrë një lajm ose është ky lajm tjetër që do të ndikoheni në lidhje me nuk keni bërë këtë punë, prandaj do lëvizni. Është sikur po themi joja, po nuk është aty çështja. Ju e dini shumë mirë ku ndodh dhe si ndodhin gjërat në anën tjetër. Megjithatë, do kenë zgjidhje tani e tutje. Data 26 mars. Kemi gjashtë që Mërkuri që formohet për herë të dytë nga dashi me Plutonin vetëm këtë herë. Mërkuri është me sa duket në retrograd akoma. Ky kënd për shkak të rrjedhës së retrograd të Mërkurit tregon ndikimin e madh dhe tendencën për mos të zbuluar të që mendojë. Dhe megjithatë është ideal nëse duam të bëjmë kërkime dhe më të thella. Prek pozitivisht, kryesisht shenjen e dashit, luanit, shigjetarët, binjakët, peshorja dhe ujorit të ditës së parë ose ata që kanë planete në këto shenja. Ky ka një ndikim të mirë sepse data 26 po ta vini re. Kemi gjashtë që kanë thënë. Këto shenja kanë ndikim në punë, kanë ndikime në biznese, kanë bërë padrejtësi, ndarje që kanë pasur me të dashurin e tyre, kanë bashkim. Po ka varë një individ pastaj kur janë ndarë dhe mashtrimet që ju janë bërë, apo shumë gjëra të tilla, mund marrin lekë të pas, sepse do përfitojnë gjyshin, a gjyshi do bëhet ose diçka të natyre. Është momenti më pozitiv i kësaj date. Mos e harroni datën 26 mars. Data 27 mars. Data 27 mars ka shumë ndikime, por dhe vëmendje. Ku? Afrodita shkon në retrograd në shenjën e ekzaktimit tek peshit në ndikimin e tij, ku është një pozicion veçanërisht romantik, ëndrrimtar. I ëmbël, i butë. Afrodita ngadonjëherë bën një gabim, kur është në retrograd, thotë mos kam gabuar një lidhje. Pse them unë që kanë 2-3 ditë që them lidhjet që janë ndarë dhe bashkohen. Nuk e them sepse do të çoj minutazhin, po e them sepse ka të bëjë shumë me këtë drejtim. Edhe shikoj dhe vetë. Krijojnë tendenca shumë të mëdha dhe ndikime në raste konkret. Nga ana tjetër, në marrëdhënie që kanë nisur në muajin e parë të vitit, ku Afrodita ishte në shenjën e peshqeve, do të favorizojë më shumë shenjat e ujit, përkatësisht gafore, akre, peshk, por edhe shenjat e tokës, demi, bricjapi të 10 vjeçit të tretë, ku kanë bëjë shumë dhe me ndryshimet dhe ndikimet. Në të njëjtën ditë, pas orës 12:30 deri në orën 25 minuta, Afrodita në retrograd takohet me Neptunin tek peshqit, një lidhje me një kënd që i referohet dashurisë romantike, por dhe idealizmeve. Sigurisht, nuk është një kënd shumë praktik. Ndaj, mos vështirësoni shumë ditën në nivelin profesional ose disa aspekte të tjera që keni juve të krimtarisë ose një punë ose biznes, ose të pusni gjëra të reja në biznes mbas dite, pra keni pa kujdes këtu. Unë ju them, do një vazhdimtuar.